Çka kam ble në Kicks në Suedi? Okej. Për juve që keni qaf me bo shopping në Sephora, menoj edhe besoj shumë që është një grup që thjesht nuk e pëlqejnë shumë Sephora-n, unë jam një prej tyne, jo që nuk më pëlqen, po sa herë shkoj në Sephora nuk është se gjej ndaj produkt çka du, se mendoj që dyqani është në qatë formë që veç ta largon mendjen shumë se çka po don me ble, edhe dal me krejt gjona tjera çka ti ki nevojë edhe krejt çka ti ke dasht. Kështu që Kicks është një dyqan që është goxha i famshëm në Suedi, që është pothuajse i njëjtë si Sephora, ku kejt produktet e bukurisë edhe prej skincare, kujdesit të lkurës, po edhe të make-upit, mund është me i gjetë në Kicks. Unë jam ma shumë person që blej skincare, sesa që blej make-up, se nuk e preferoj shumë edhe me u ly shumë, kështu që po filloj me tregu kejt produktet e skincare shumicën që janë është me i blej produkte që largojnë make-upin. Për shembull është që kjo, që është pastrus në formë të qumshtit, edhe është shumë i mirë, edhe që kjo Matas është firmë danimarke, po këshim pru edhe në Suedi, unë kam dëgju shumë ma herët për ta, po nuk ka pas përveç në Danimarkë, edhe është shumë lirë, është dikon 10 euro ose 12 euro, edhe e mora në formë të qumshtit, në formë të gelit. Tash, këto i mora edhe do produkte tjera, thash hajt t'i provoj. Nuk i kam provu asnjëherë, këto dyja i kam provu për me largu make-upin edhe janë shumë të mira, po këto produktet e tjera që tash që bëjo tregoj të markës njëjtë nuk i kam provu asnjëherë. Unë pothuajse gati kur nuk e pastroj ftyrën se nuk e largoj make-upin me faculeta, se veç mendoj që nuk është e mirë për lkur, e unë e thash nëse najherë, naj dit, mundet me qëllu që jam shumë e lodhe, shumë e rallë është kjo, edhe pritoj me largu make-upin me kit këto pastrust që i përdore, thash t'i marrë qëto. Në qëtë set, kanë ardhë edhe kremat e ditës, kremat e natës edhe kremat për sy, edhe i ku marrë me ju tregu drejt për dhurat, për qëta arsyja janë kremi ditës, janë 3 kremat ditës, se 3 janë dhurat, se ona nuk e besoj që kom i përdor, po ma kam po për kejt me ja u blej familjarët, edhe 2 kremat të natës, pse mëre 4 kremat ditës. Ajo, okej, të me thonë 2 kremat natës, 3 kremat ditës, se logaritësha njerëzve që kom ja u jep dhurat, qysh mi kanë kërku. E ka marrë një deo të kompanis njejt, Matas, edhe e kesh erën shumë të mirë. Shumë e mirë. Këto i kom marrë dhurat prap 2 krema për sy, nuk ja kom i blej që shpërdoren, e qëto i kom blej për vete, që janë balsam për buz, edhe janë të firmës njëjtë, edhe thash pse jo. Këto më kanë jep një dhurat të Fentit për pastrimin e make-upit, më kanë pyet se çka të pëlqen më shumë për me ta bo dhurat, se kom pagu bajagje qatë dit, edhe kom thonë diçka që me largu make-upin, edhe më kanë jep qëto të Fenty Beauty, edhe nuk e kom provu asnjëherë, po për ndryshe kit produktet e Fentit ishin shumë të mira në paketim. Po flas për në paketim sepse kështu nuk e di qysh janë. Qëto e pas na vendos edhe një shark të Diorit, që të shërpën e Diorit Forever, e marrë gjithë dhe gjithë e marrë të nuancës 2.5. Okay. Ta shpilloj me tjetrën. Këta e kam dhurat prej qikës tezës, nuk ja kam idin as qka është, as që shpërdoret, po kur dhe që vendosim e përdor, ose për ChatGPT, ose për qikën e tezës, po nuk e di se qka është. Kështu që këta e kam dhurat, nuk e kom bleona. E kom ble një për skalpin e kokës, besoj që e keni pa videon që kom tërgu që shkujdesna për flokë. Kjo është wow për me i pas flokët ma të drejta dhe ma shkëlqysa, mu më ka funksionu shumë edhe ka pas shumë efektor, kështu që e vleva prap. Kom ble një setting spray, po e kom ble me extra glow, me xixa, edhe më pëlqaj shumë. Një periudhë jam kanë e fokusume me pas make-upin mat, tash nuk më pëlqen mat, tash po kam qef me kon pak ma glowy, kështu që e mora qëta dhe ka shumë e mirë.
ç'kjo është. Përndryshe që kjo është paketime, edhe kjo është lloje të ndryshme të qesoj. Çka kum ble, qika e tezës tame këtë thot qëto, edhe momentin që e kum provu, më ka pëlqyer shumë. Nuk është sharp, po është si baby cream, është i fantit të Rihanna's, edhe çka ishte interesante është që te e blen sherkun edhe kutin ndomas. Këtu është sherko, që shumë ka ardhur mu, edhe këtu është kutia, edhe bashkë po ja u tregoj qysh është kutia dhe qysh është sherko. Këto edhe çmimin e kam pas ndomas, dhe më thonë nuk i ke ble njejt. Qalo moj. Qështo po veke kutia. Edhe që kjo baby cream. Kjo po u konsideroj ka jo pjesë e make-upit, po u konsideroj ka si skincare. Që kjo. Dhe të qele. Dhe qela. Okej. Qështo po do këtë. Tash s'po dal. Qne? Qa kjo moj? Okej, më në fund. Kjo shkon qështo. Tash deri të sistemoj. Edhe mandejti e përdor. Kjo po do këtë kështo. Bash, hec për më pëlqen fakti që e prisha në kuti se shumë interesant do keve kuti. Po, pelo qështo. Qa në kam bejt tjetër? Prit. Në pash që e kam një parfum, edhe thash të ndoj me juve pse e kom marrë specifikisht qëto. Kur im konë në Amerikë, e kom ble qëto, edhe shumë njerës, kur e kom vendos qëtë parfum, më kanë pyet krejt ku e ke marrë, ku e ke ble, edhe kur kom këshyrë në përfaqe këto në Kosovë me ble, më kanë thonë që s'kena, është prodhem Amerikan, e tjerë e tjerë. Edhe kur e kom pa në keks, ju më gëzu, edhe veç i kom thonë asoj direkt ama, kështu që e kom marrë qëto, edhe bashkë për e qeljom, këto me juve, se bashkë për kom qaf me e provu edhe ona. Nuk po mu qëmë të ditë një qelë sanat të. Okay. Shumë unë ka marrë malli për qëtërë, se nashta është një për preferumet e mija. Po ndoket që sasia koka e njajt, fix. Stip se kom menu që kom marrë ma shumë. Oh, shumë është e mirë. Shumë ja u sugjeroj qëto. Dhe me thonë është perfekta. Për këtë që dane, me pa që kjo është. Qëto dy maska mi ka ble qika e tesës. Nuk i kom provu asë njëherë. E kom ble një buskoq të Clarisset, 08. Njëherë e bleti qika e tesës, tani më pëlqej shumë nuanca që e pat. Edhe shkova edhe bleva edhe ona. Edhe qështo do këtë. Ma ka njep një testar normalisht skandalit, kokara qëto, qëto të Armanit për fondatin ose sharp. E kum ble më prerësan, thash nashta është kjo ma profesionale, se gjithë me do të shkollës i bëj kështu lopsat. I kum ble 2 qëse, edhe i kum ble 2 qëse, po qëto veç e kum qelë një, se më ka vy, para me no, që ke për mua shumë shtrajt, se veç 2 qëse, edhe 2 qëse ju mbo 50 euro, pa nevoj. Okej, qika ti që sta më ka ble në Sephora qëto të kuqër, edhe që kjo e dyta, që ju thash i kum ble 2. E kum ble një të Fenty Beauty, që edhe kjo është normalisht e kuqë. Thash ma se kur asë njëherë nuk kom provu produktet të Fentyt, e më qenë se më ka pëlqy fondatina shumë e kësojna, edhe masi ma dhanë dhurat qatë pastrusen, edhe kjo shumë e butë, kjo pjesa kuti e prejkë për me dalë, kjo për me pastru make-upin. Tash pse jo, hajtë i provoj edhe ndo një buskoq, edhe Fenty Beauty. Okej. Na kam bet edhe një. Tu s'ka ma kur gjë. Okej. Këto nuk ka shumë. është një lip gloss, që qëta nuk e di sikur të e kom ble në keksa jo, menoj që po, se di. E kom ble një shampo për trup, që është e njëjtë me Dawn, që e kom marrë, prej që thaj firmës së Danimarkës. Edhe i kom ble
një krem për trup edhe një scrub për trup, të cilat janë të njëjtës firmë të Danimarkës Mata. Edhe kaq kisha në Kicks në Suedi se çka kam ble. Këto janë blerjet finale edhe nuk besoj që kam e ble ma diçka. Unë ju përshëndes edhe ju përqafoj shumë. Për çdo pyetje, ju lutem më shkruani nëpër komente sepse komentet po i shoh më shumë se sa mesazhet. Mesazhet po janë pa numërta plus me shumë urime akoma dhe me shumë pyetje të ndryshme për mua dhe për pjesën e librit, që pafund ju falenderoj shumë. Ku kam e bo edhe një video tjetër për Suedi, se ma keni kërku a ja vlen me jetu në Suedi, çka mendon. Unë prej vitit 2014 udhtoj në Suedi rregullisht, edhe kam e bo një video dhe kam e nda me juve në YouTube, kështu që më ndiqni në YouTube, më bëni subscribe, Tringa Berisha, edhe aty kam e postu shumë shpejt një video për krejt mendimet e mia se a ja vlen me jetu në Suedi apo jo, po unë mendoj që kjo është çështje personale e çdo individi. Sido që t'jetë, edhe njëherë ju përshëndes, edhe si mbeti pjesa e tortës, smërgos torta, është torta apo nuk është torta? Ju përshëndes e përqavoj shumë, miru fashim!